Një interesim i jashtëzakonshëm nga qytetarët e Vlorës u vure gjatë kësaj të premteje për të përfituar nga vizitat, kontrollet dhe analizat falas, iniciative vendosur në dispozicion nga Universiteti Realt në bashkëpunim me mjekët më të mirë italian dhe kompanit më të njohura të analizave në Itali. Qytetarët të cilët u interesuan por edhe përfituan nga vizitat mjekësore ishin të shumt dhe falenderojnë Universitetin Realt për këtë mundësi, një iniciativë kjo sipas tyre shumë domethënëse dhe që u erdhi në ndihmë në këtë situatë të vështirë ekonomike. Pasi sipas tyre mundësitë për të kryer analiza në klinikat private janë thuajse të pakta për shkak të situatës së vështirë ekonomike. Shumë e mira dhe ju faleminderit shumë që bëjnë sidomos për ne pensionistët që nuk mundemi të arrijmë me ato pensione që kemi. Gjë pozitive. Po, patjetër, shumë pozitive binde. Ju falenderojmë dhe juve që kujdeseni dhe reklamoni në media gjërat pozitive. E shkëlqyer fare. Na ndihmon e pensionistave. Se s'kem mundësi të bëjmë analiza në ambulanca. Me lek, s'kemi lek. Ju faleminderit ata që organizuar. Shumë faleminderit. Edhe juve që na intervistoni. Faleminderit shumë. Mirë. Çfarë kontrolli bëhet? Bëra diabetin edhe për dhëmbët. Gjë pozitive. Po diçka pozitive është, normale. Ju në privat si bëni dot sepse Po, jemi pensionist, me një pension të mirë shumë. dhe kjo nis me Universitetin Realt? Po, shumë. Bile ta realizojnë, ta bëjnë më shpesh. Çfarë kontrolli do të bëni? Për diabet. Për diabetin, po s'jam me diabet. Nuk e po do. Po ta kontrolloj të shikoj mirë. Pozitive. Po, pozitive. Shumë mirë, bravo, kështu ta bëni shpesh herë. Kështu duam neve. Ne pensionistat kështu duam. Ju faleminderit shumë që të gjithëve. Ju falenderojmë për këtë dhuratë të madhe që i bëni Vlorës. Jemi shumë të kënaqur. Vlora sapo vete dhe zbukurohet. Po thuajse nga viti në vit, jemi të kënaqur. Jo nga viti në vit, nga muaj në muaj. Vim të Po që kam ardhur jam shumë e kënaqur këtu në Vlorë. është dhurata më e madhe sepse ne kemi dhe probleme shëndetësore dhe gjëja më e mirë. Aq më mirë që të masim dhe diabetin dhe vinë radh këto gjëra. Kështu që jemi të kënaqur. Ju falenderojmë shumë. Falenderoj shumë. Të jeni mirë. Për diabetin. Diabetin. Si vlerëson këtë gjë falas? Shumë mirë. Shumë mirë. Gjë e mirë. Ne jemi kontrolluar, po ata provojmë herën. Do ta 122 me të merr. Shumë mirë. Rrofsh edhe je i mirë. Mjekët dhe pedagogët italian vlerësojnë iniciativën strategjike të lindur nga Universiteti Realt. Sipas tyre, evidencat zyrtare e rendisin Shqipërinë në një vend me përqindje të lartë të qytetarëve që preken nga diabeti, më shumë se në të gjitha vendet e tjera të Ballkanit. Questa è un'idea partorita, diciamo così, dalla direzione strategica della Realt dell'università. Kjo është një ide e lindur normalisht nga drejtimi strategjik e Universitetit Realt. Infatti abbiamo estrapolato dei dati epidemiologici kemi marrë data të fakteve epidemiologjike che hanno messo in evidenza come in una popolazione di 3 milioni e mezzo di abitanti, të cilat kanë vënë në evidencë si në një popullsi prej 3 milion banorësh, si ha una prevalenza dell'11%. Kemi një përqindje prej 11%, pra che è una delle più alte di tutti i paesi balcani. Që është më e larta në të gjithë vendet e Ballkanit. Quindi significherebbe che almeno 250.000 pazienti sono diabetici. Që do të thotë rreth 250.000 persona janë diabetik. Sia di tipo 1 che di tipo 2. Si të tipit 1 dhe të tipit 2. Edhe specialistë të shëndetësisë, njëkohësisht staf akademik pranë Universitetit Realt vlerësojnë nismën, ndërsa sipas tyre kontrollet janë tepër të rëndësishme. Atëherë përshëndetje, sot është ditë ndërkombëtare e shëndetit, ku fokus kryesor është diabeti. Sot kemi marrë iniciativën për të bërë ndërgjegjësimin që shëndeti është kryesor, gjithashtu dhe diabeti që është problem që po hasin më shumë moshat e të dhe geriatrike. U bëjnë në thirrje të gjithë qytetarët e Vlorës, të cilët vinë të bëjnë një vizitë falas për diabetin dhe gjithashtu dhe për shëndetin oral, sepse është shumë i rëndësishëm. Atëherë dua të theksoj dhe dua të bëj thirrje qytetarëve që duke qenë se sot është ditë ndërkombëtare, ne po japim këtë shërbim falas. Dhe gjithashtu dhe të ndërgjegjësohen që kjo ditë është shumë e shënuar për ta, gjithashtu dhe ne për të dhënë një shërbim kryesor të cilët është shumë e rëndësishme për mosha geriatrike. Nuk e prisnim kaq mirë, domethënë, kemi goxha dyndje, radha domethënë është plot siç ju e shikoni.
Do të jemi po shumë njerëz. Për faktin se janë pensionistët nuk i kanë mjaftueshëm buxhet që të ndjekin të gjitha kontrollet dhe analizat e nevojshme. Për çfarë intereson më shumë? Për diabetin po. Në rast se është evidentuar nevoja për trajtime apo shërbime të mëtejshme stomatologjike, do të hapet kartela përkatëse dhe pacientëve do të ofrohet shërbim falas në ditët në vijim pranë klinikës universitare Reald. Thjesht ke për të bërë vetëm një pastrim të dhëmbëve dhe je okay. Atëherë do kontaktohesh nga doktorët e universitetit tonë për të paraqitur në universitet dhe ke trajtimi falas nga mjekët. Në rregull? Se shëndeti është edukat më vete. Po. Dhe bën mirë të interesohesh në lagjen ku je, në qendrën shëndetësore, që ti të kesh parametrat ato që duhen për diabetin. Deri tash i mirje, me që më thua ke konsumuar, je shumë mirë. Shumë mirë. Ato i mena mjeku? Shumë mirë. Ka patur interesim? Jashtë mase. Për matjen e diabetit, interesohen të shikojnë se ku janë me shëndetin, ku janë me diabetin, sidomos moshat e treta ka qenë mbi 90% kërkesa. Zëvendës rektor i Universitetit Reald Myzaferi Lezaj tha se ky universitet është një institucion që të gjitha dijet e përfituara nga stafi i vendos në dispozicion të qytetarëve vlonjat. Dita sotme është dedikuar qytetarëve vlonjat, sepse ne nuk jemi vetëm një institucion ku pajsim me një diplomë, me një profesion studentët tanë, por jemi një institucion që gjitha dijet e përfituara nga studentët tanë, nga stafi jonë akademik i cili është shqiptar dhe i huaj, të vjen në dispozicion të qytetarëve vlonjat. Ky është edhe pjesë e misionit që ka Universiteti Reald. Sot jemi të tërë të fokusuar te ky shërbim në kuadër të këtij projekti diabeti dhe shërbimi oral. Qytetarët vlonjat kanë mundësi që të marrin shërbim falas, të bëjnë analizat dhe të marrin përgjigje tyre mbi gjendjen e tyre shëndetësore. E rëndësishme është që ne të sensibilizojmë qytetarët vlonjat mbi rëndësinë që ka parandalimi i këtyre sëmundjeve, diabetit apo dhe i sëmundjeve të shëndetit oral dhe njëkohësisht të forcojmë lidhjet e qytetarëve me stafin akademik me universitetin tonë.